Ka marrë tokë në mënyrë të palishme. Bangladeshi lëshon urdhër aresti për deputeten britanike. Autoritetet e Bangladeshit kanë lëshuar një urdhër aresti për deputeten britanike dhe njëherëzisht ministren e punës Tulip Siddiq. Sipas Komisionit kundër korrupsionit ACC, Siddiq akuzohet se ka marrë tokë në mënyrë të palishme si pjesë e timit më të gjerë të regjimit të tezës së saj Sheikh Hasina, e cila urzua nga posti i kryeministres në gusht. Deputeti Hampstead dhe Hitgata, e cila dha dorëheqjen nga posti i sekretarit ekonomik të Thesarit në janar, u emërua me urdhër arestin së bashku me më shumë se 50 të tjerë. Avokatët e Siddiq mohuan akuza duke thënë se ishin të motivuara politikisht. ACC nuk ishte paraqitur asnjë provë ose nuk ishte informuar Siddiq për një urdhër aresti, shtuan avokatët e saj. Mbretëria e Bashkuar liston Bangladeshin si një vend ekstradimi 2B, që do të thotë se duhet të paraqiten provat qarta përpara se ministrat dhe gjyqtarët të marrin një vendim.